Jemi kthyer me njerë edhe me trajnerin e Ravecit, Bujar Locin. Trajner, erdhi kjo disfat në fund me diferencë 9 pikë, pati oscilacionin në rezultat, patët momentin e mirë dhe ju në çerekun e parë, pastaj u afrua rezultati disa herë, por në fund çfarë mendoni se vendosin ndoshta për këtë humbje edhe pse keni takimin e dytë tani të kthimit? Po mendoj që kemi pas shumë turnoversa, shumë kemi hup topa, 18 topa i kena të hupën, kena dhe përqindjen për shut për 3 poena jashtëzakonisht tëlt. Në kthime ofenzive dhe defanzive, ata i kam 5-1, 4-2, do më thonë, non sulme i kam pas më shumë. Non sulme ka 1 pikë, jo 9 pikë. Kështu që fitore plotësisht e merituare e Borës, neve na mbetet që këto gabimet i përmirësojnë në të ardhmen. Është rezultati kthyeshëm mendoni, edhe pse luftuat deri në fund që të mos ishte diferenca shumë e lartë? Po në sekondat e fundit jep e mundësi, në vend më kry loja me 2 poena ose me 3 poena, na ja mundësu Borës që me pas 9 poena. Kjo ka qenë gabimi fatal i janë, i lejtarëve tanë të cilët nuk kanë të koncentrum në 15 sekondat fundit. Trajner, sukses në ndeshjen e dytë. Ishim edhe me trajnerin Bujar Locin, pra ishin edhe trajnerë përmendin disa aspekte statistikore janë ato edhe që vendosen në fund për themi rezultatin final e që Raveci shpresonin përkundër disfatës që t'ishte diferenca saj më e ngushtë në rezultat, por në fund ishte 9 pikë. Do të shohim ndeshjet e kthimit, pra siç thash me 21 dhe 22 janar. Në anën tjetër përsëritet thashë në komentim që Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore në Mitrovic kundër Trepçës me rezultat goxha të ngushtë. Nesër në orar janë 2 ndeshje tjera, Vllaznimi Segal Prishtina dhe kryendeshja siç është vlerësuar Bashkimi kundër PS. Nga unë dhe nga palestra 1 tetori, mirëmbëjtje.